i vitet tërë se jam shumë me nanizëm. Edhe aty shoh me fjalë pyeta unë. Kam shoh mamën, vllën. Jam një keq. Mam, këtë kërkoj falër. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni duke u abonuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme, në live-in tim, unë do të kem një 26 vjeçar me nanizëm, i cili quhet Ardit Mandçaku, është nga Kavaja, por u rrit në shtëpinë e fëmijës në Shkodër pasi u braktis nga nëna dhe babai. Me Arditin njifem përpara shumë viteve, kur kam qenë gazetare, tek Njerëz të humbur, i cili erdhi dhe kërkoi nënën e tij biologjike dhe fal atij emisioni u arrit të gjendej nëna e tij, ai u bashkua dhe u lumturua. E gjithë kjo situatë ka ndodhur përpara shumë viteve, kur unë punoja si gazetare në këtë program. Por dje, pas dite, Arditi më kërkoi të hynte këtu në live me Odetën, pasi shumë zhvillime ka pasur në jetën e tij dhe kërkonte një falje publike. Por çfarë ka ndodhur me Arditin dhe pse kërkon ai sot jetë me mua këtu në live me Odetën, hap dritaren dhe përshëndes 26 vjeçarin. Ardit, përshëndetje nga Tirana. Të bëne. A je mirë? Mirë. U bë një kohë gjatë që nuk të kam takuar. Sa dush. Sa vite u bë? Zotë s'pohet men. Ju keni qenë një ndër programet kur unë kam punuar dhe keni kërkuar nënën tuaj biologjike. Kështu jemi njohur ne të dy. Jemi njohur në një program televiziv dhe fal Zotit ti e gjete nënën. Por më dërgove një mesazh dhe më the Odeta dua t'i kërkoj falje nënës. Çfarë ka ndodhur? Pa kam thy. E ke ofenduar? Po. Por mund të ma tregosh çfarë ndodhi që ke arritur deri në këtë pikë dhe ke sharë nënën tënde? Kam shoh për i mazi se s'u ka ndarë me pa. Shkodër. Kur ka ndodhur kjo ngjarje? Pa në 2012, edhe i kam shoh. Kam shoh mamën, vllën edhe gruan e dytë. Por pse ofendove? Ç'a ndodhi që ti ofendove? E shava, mu shmerë me shava. E kam shava. E qartë, ti po tregosh qartë, por nuk e bërë mirë që ke sharë dhe ke ofenduar nënën tënde. Ja, nuk kam bërë mirë, kanë folë, edhe të projekti, kanë folë se e ki pa gabim që ki shava. Por, çfarë ndodhi atë ditë që ti uj në ato se kaj shumë sa e shave nënën tënde? Çfarë të bëri ty ajo? Kam shoh pra nënën edhe e kam shoh me fjetrita. Por çfarë të bëri ty ajo që ti e ofendove? Që nuk ma prej ofër. Edhe nuk ne di ofër, në ka prej jetën teme. Ardit, unë nuk di çfarë ka ndodhur me jetën tënde. Pasi ti e gjete nënën tek programi ku unë kam punuar përpara shumë vitesh, çfarë ndodhi mes teje dhe nënës tënde? Kam jetu në Kavaj 2 vjet. Nëna juaj biologjike jetonte në Kavaj? Po. Po, ti arrite do të takoheshe me nënën? Po, kam ne 2 vjet. Ke jetuar me nënën 2 vite? Po. Nëna juaj ishte e martuar në Kavaj dhe kishte sjellë në jetë fëmijë të tjerë? Me babën tëm. Çfarë di? Pse baba juaj kishte vdekur? Po, para 6 vite. Por ti shkove jetove me nënën, çfarë ndodhi? Pse u largove nga nëna? Largova se e palla aferin me sy. Pse? Mrote. Të ka dhënuar nëna? Po, shput. Por, Kanë force. ato 2 vite që... Me shka. Ato 2 vite që ti qëndrove në Kavaj, jetoje me nënën dhe me kë person tjetër? Edhe me babin. Edhe me babajnë, ajo nuk ishte divorcuar nga babai jot? Ja. Por pse të kishin lënë ty në jetimore? Ka lënë qishi vogël. Pra, që të ma tregosh historinë me detaje i dashur Ardit ta kuptoj qartë. Prindërit e tu biologjik të kanë braktisur, të kanë lënë jetimore. Po. Por kur ti u riktheve, ajo të ke shtrajtoi?
Po. 2 vjet. Dhe për shkak të dhunës u largove nga nëna? Po. Po sa vjeç ishe ti në atë kohë kur nëna të dhunonte në kavaj? Se ke qenë i rritur? Që 15 vjeç. 15 vjeç, nuk e denoncove në polici? Ja. Vendose të iki nga nëna dhe ku shkove? Kam marrë të printi pesa, që më dojnë shumë. Kam familje madhe që më dojnë. Më dojnë që me ka fëmijë vetë. Bravo. Silvana Vinjani nga marrë e para, Silvana ka dek, edhe e kalon njerëz të mërkullushën, të bëjnë t'i shpesa që është Luiz Mila, i e njerëz që bëjnë folë duke me të. Drejtorin... Për rastë të tjera për këta shoqatë që kërkurin familje. Ti aktualisht jetë të kjo shoqatë në Shkodër, të shoqata Shpresa. Pa, bëjnë t'i shpesa. Jeton aty. Po. Kontaktet me nënën i shkëpute, i rilidhe prap? Po, pa jam rilidh 2003-shin, Po. dhe ku kisha me martu vuar. Vajte në dasëm. Po. Dhe çfarë ndodhi më pas? Aty më ndodhi të martesa vos, ku a thënë më banë profa më që prej kaliket me këqyta, me ta majta, me këqyta për në profa, që të zinë në gjosit që më nota mrapa. Por pse nëna të pengoj që ti mos të kërceje dhe të gëzoje në... Po, si i vite tërpë, se jam shumë menanizëm. Dhe kjo është arsyeja që nëna të pengoj? Ja, dhe si jam i nanizëm e tërpë. I dashur Ardit, pas dasmës së vllajt, çfarë ndodhi mes teje dhe nënës? Kur i humbe sërish kontaktet, le të themi? Edhe të shoh me fjalë pyeta unë. Isha dhe gjane po përqyshme i kam fanta fjallë. Fjallë ma banale prej gujseve kam folë. Ke gabuar? Dhe ti kërkon që sot këtu në live me Odetën ti kërkosh falje publike nënës? Po. Unë e kam shkujt edhe në Facebook, për nuk ma ka vukur shveshi, as vllai, mama s'ka Facebook, nuk e di sa 68, do t'jetë 68, 65, nuk e di sa këqar, vllaja më është 28. Ndërsa babai ka vdekur? Po, 6 vite. 6 vite. Nëse nëna juaj do të dëgjonte, çfarë do i thoshe Ardit? Unë kisha kërku mëns që më ka mamaneti prej babit tim që ka dek, edhe prej projekti Shpesa, prej baba Luigi, edhe psikologët tonë Suela Ndoja, edhe prej edukatorëve që i me kërku që falon, mamit edhe vllaz që i kam falë të pjallë, edhe nusës 2. A martu për 2 herë vllaja. E qartë. Edhe jam penu për ta fjallë që ka përdor. Jam një keq, se edhe Luigi është dini për ta fjallë që kam fanë malë në steme, që janë ma banale, i kam fanë edhe psikologët Suela Ndoja, që është psikologët klinike për Edi Shpesa, edhe i kam fanë që i kam boga për që i kam shah, edhe tha Luigi që merë me drejtësinë e faqet, në Shkodër. E njoh shumë mirë zoti Luigi, do i bësh të fala. I dashur Ardit, mendoj një moment që nëna është duke të parë. Po. Çfarë do i thuash ti pas kaq shumë vitesh? Unë i them, mamë, këtë kërkej falër për ta fjallë që kam përdorë për ty, unë jam mija jetë, edhe do të kërkoj falër që nuk i baj mo të gabimet, sepse vetë të ty të kam, babe nuk e kam, se më ka dek, e kam ty edhe Armando që vllai jem. Unë uroj dhe shpresoj që nëna juaj të na dëgjoj, të reagoj, dhe uroj që të bashkohesh me nënën përpos gjithë
jetës tënde të vështirë, një fëmijë që u la në jetimore, që në moshë madhore gjeti nënën, por për shkak të konflikteve u nda, ti një i ri që gabove dhe ofendove në rënd dhe sot i kërkon falje publike. Uroj dashur Ardit që ajo të reagoj, të fali dhe uroj që të lidhesh sërish bashkë me nënën. Kështu që do mbetemi të dy së bashku në kontakt dhe të përshëndes. Faleminderit shumë, isha me gjenja dhe numrin e telefonit të mamit dhe vllait tim. Uroj që ajo të reagoj dhe të më telefonoj, sepse s'ke më kontakte. Të besoj, mirë. Të përqafoj Ardit, miru pafshim. Faleminderit shumë, po që të më zëti. Pafshim. Arditi i kërkoj falje publike nënës dhe me shpresën që ajo mund të reagoj dhe ai mund të ketë një numër telefonit dhe të rilidhi kontaktet me nënën dhe vllajin dhe uroj që ajo zonjë të më telefonoj dhe të bashkohet sërish me të birin. Shpurin më ka rëmbye, se nuk më jepshin prindrit kej. Mirë që më tratoj, po planifikoj të dasme me një tjetër. Dhe mund ka dhunuar shumë ai, psikologjikisht, fizikisht, më fal edhe seksualisht. Ka abuzuar me ju? Kam pjetur të Bargu i Tiranës, atë nata. Dhe kam peng. Të zbulosh të vërtet. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e videove të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të sillim një histori shumë të trisht. Do udhëtojmë në këtë momente në Itali, do të hap dritaren për një 40 vjeçare, nënën e një vajze e cila quhet Majlinda. Ditën e sotme Majlinda do rrëfejë jetën e saj të vështirë që ka bërë në Shqipëri me ishburrin. Ky i fundit jo vetëm e ka dhunuar fizikisht, por ka abuzuar edhe seksualisht mbi Majlindën. Do hap dritaren për ta dëgjuar rrëfimin e kësaj 40 vjeçare e cila ditën e sotme është në kërkim edhe të djalit të saj. Majlinda, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, jam Majlinda nga Vibra dhe kam kënaqësi të flas me ty. Kënaqësi dhe për mua që jemi të dyja së bashku sot, sepse kemi një kohë të gjatë që flasim në telefon dhe Atëherë unë kam një histori që kam dashur me bërë me kohë, po tani erdhi momenti dhe tani dua të diskutoj me ty. Uroj që ti të më ndihmosh. Qoftë për mirë, qoftë për keq kjo historie. Unë tash para gocës time në vitin 2002 kam qenë shtatzane. Po. Kam qenë shtatzane edhe ka qenë rreth nëntorit, mos gaboj, nuk e mbaj mend shumë se kam qenë tronditur. Te spitali të materniteti në Elbasan. Po. Më plasi hemorragjia gjatë natës, kam qenë e martuar atëre. Ke qenë e martuar në qytetin e Elbasanit? Në Elbasan, po. Kam qenë e martuar me di brantë në Elbasan jetoja. Edhe aty më plasën gjatë natës, gjatë fjetjes, më plasë hemorragjia, e më çon në spitalin, maternitetin aty, dhe ishte doktori që më ndiqte, emrin e ka pas Kasem ai doktor. Po. Emrin nuk jam mbaj mend mos tërtrej, se më kalu vite, kam kalu trauma. Se kalova vërtet një traumë të fëmijë, edhe ai fëmijë atëherë ishte 7 muajshe. Fëmija erdhi në jetë para kohe, në muajin e 7. Po, 7 muajshe. Po. Edhe në atë moment, unë bëra një lindje normale. Po. Mia qajti fëmija, kam gjumë me vesh të mia. Bëhet fjalë për vajzë apo djalë? Ka qenë djalë. Majlinda ka qenë djalë, po. Po, mia qajti më thanë do ta fusim në inkubator, edhe okej, thash unë, se isha e lodhme, kupton ti procesin, isha e lodhme në atë moment, edhe ditën tjetër prisja që fëmin të otë ma sjedhin, të më japin lajme të mira, kupton ti? Po. Kur vajta unë, se për shembull kërkova fëmin nesërmit, se u qetësova gjatë limbjeve, nesërmit kërkova fëmin,
më thanë, vjene, ajde shikojë, më thanë mua, e ke në inkubator, po ky fëmijë nuk do jeton. Në atë moment, fëmija ishte gjallë, kur e kam parë una. Ishte në inkubator, ishte gjallë. Unë firmë nuk kam dhënë. Unë nuk e kam parë fëmijën të tepur. Që në atë moment, më mori ish burim, se kam 17 vjetë që jam darë, e more se goca është bërë mrapa, 2004 ka lindur goca. Po. Më mori ish burim, më qovi në shtëpi se sa që është bërë me atë fëmijë, unë nuk e di, e kam peng. E kam peng dhe duhet të shkoj në fund kësa historie, të di, a është adoptuar, a është gjallë, apo së gjallë. Nga jo kohë kanë kaluar afërsisht 23 vite. 24 vjetë. Mbushën 24 vite. Po, se goca më bën 22, edhe pa. Dhe shumë e Linda. Edhe kam peng. Të zbulosh të vërtet. Po dua ta zbuloj sepse aty ka qenë kunata që punonte tek ai spitali, kunata pura vezër. Po. Edhe dua ta zbuloj këtë të vërtet, se unë nuk kam firmosur. Ish burim nuk ka firmosur, qysh është kjo muhabet, se shtatanik njerëzit e marrin e varrosin veta, kupton? E qartë, do më lejosh të bëj disa pyetje dhe të më tregosh për ngjarjen? Patjetër. Ju datën nuk e mbani mend, thjesht kujtoni që ka qenë. Nuk e mbaj mend se uja kam qenë shumë e tronditme se na, o ka qenë teton, o ka qenë nëntor, diçka e tillë. Po ke materniteti Elbasan me mbiemrin Majlinda Gjini, se kam qenë e martuar me në atë kohë, Majlinda Gjini. Kam qenë e martuar me ke mbajtur mbiemrin. Se tani e kam tamizi. E qartë, ke mbajtur mbiemrin e burrit në atë kohë, ke qenë e martuar në familjen Gjini. Ju keni qenë e re dhe për herë të parë bëheshit nën. Jo e dashur, ai ka qenë fëmija e tretë. Se fëmija e tretë se unë jam e martuar 15 vjeç, jam martuar, me rëmbim ish burin më ka rëmbye, se nuk më jepshin prindrit ke ai. Edhe desha me thënë që mua më ndodhi kjo që më ka ndodhur edhe më kanë kelur peng, se fëmijët e tjerë e di, njëri fëmijë e di ku është varrosur, në fshat ku kam qenë. Fëmijën tjetër më plasën ujë e panzorën me ashtu, si quhet me atë gjylpërën, me anestezi e me copa e kam parë. Kurse ky ka qenë 5 mushe gjysë i dyti. Ky 7 mush ka qenë. Mi që qanë, tamam. E kuptoj, pra, le të themi, 3 lindjet e para kanë qenë fatale për ty. Po, kurse me gocën kam bërë regjim shtrati, më kanë dje kalim Kosova, edhe linda tamam. E kuptoj, dhe falë zoti, sa fëmijë ke sot, ke vajzën, ke fëmijë të tjerë? Kam vetëm me këtë ngela, se ishë bashkëtim më trahtoj, planifikoj dasëm tjetër, shumë gjëra. Edhe vetëm me këtë kam kelur tashi, edhe kam pastaj sa rita këtë, tashi ajo më thonë shikoj jetën tënde, mbas kaq vitesh janë shumë gjëra, po unë kjo që më ka ngelur penke du t'i shkoj në punë. Të besoj. 3 lindjet e para e dashur Majlinda për ty kanë qenë fatale, sepse 2 të parët kanë qenë shumë tronditse. Ti ke pasur probleme me shtatzanit? Me sa po kuptoj? Kam pasur probleme me mitrën se kisha të gjërë. Pra, që nuk mbante embrionin dhe zhvillimin e fëmijas dhe duhet ishe në regjim shtrati, se kuptova që më the që me vajzën që ndrova 9 muaj regjim shtrati, që falë zotit ajo erdhi në jetë. Por dua të ndalemi tek fëmija i tretë, pikërisht të vitit 2002, tetor ose nëntor vitit 2002, kur ti u nise në spital për të sjellë në jetë fëmijën, për shkak të dhimbjeve që të zunë në muajin e 7. Fëmija lindi, ishte një lindje me operacion, ishte një lindje natyrale? Dhe kam bërë vetë, normale. Lindje normale.
Ka qenë një lindje normale. Në momentin që fëmia lindi, pra djali, ti dëgjove të qarat, mjekët çfarë thanë konkretisht? Po, qavi, e kupton, kur e presin mamit, qavi fëmia, e bën me ato gjërat e veta, ke parasysh që presin të kërtizën, që bëjnë me copa fëmin që çojnë në okupator direkt, se asnjë gjë ke zemër, se gjoksi më kishte ardhur, më kupton? E dashu Majlinda, normal sa ai është proces biologjik që të ndodhi, por desha të pyesja, foshnja sa lindi në peshë? Ja, s'të se mbaj mend, po ishte goxha i madh. Për statanik ishte goxha i madh. Sido që t'jeta ai ka qenë në peshë, sigurt kjo gjë, sepse ka lindur në muajin e 7 dhe ka qenë në Po peshë. si statanik, disa lindi kaq të vegjël, ishte goxha i madh, kaq, kur më kanë prezantuar. Ti ke shkuar dhe e ke parë vetë fëmijën. Po, ditën tjetër, kam shkuar në inkubator, e kam pa fëmijën, fëmija ishte gjallë, tamam. Dhe çfarë të thanë konkretisht mjekët? Mund ma shpjegosh se ti e ke parë fëmijën? Nuk më kanë thënë mjekët fare, asnjë gjë. Më ka thënë kunata ime, ish kunata ime, që fëmija nuk jeton. Po ish kunata ime, unë kam një tjesi që ka gisht në këtë mes. Por pse e dyshon? Pse e dyshon këtë gjë? Sepse ajo punon të infermiere, patologjia infermiere ka qenë, kirurgjia që janë ato, që kanë qenë të spitali atëre në atë vit, ka qenë i afër se ajo nuk bën të fëmijë. Ajo nuk bën të fëmijë, do të fëmijë. Dhe ti mendon se djalin tënd e ka marrë shkunata jote? Jo, unë mendoj që mos e ka adoptu në vend tjetër. Por si dole ti nga spitali? Do në si del një nën nga spitali pa marrë një përgjigje për fëmijën? Se tani... Po ja, ashtu ishte, se nuk flet, ne nga dipra dhe më thonë, i kisha burin nga dipra, nuk flasim dot para burit, ose para një bjeri. Ajo tha kaq ka thënë që nuk vetoj fëmija ikni në shtëpi, çojeni në shtëpi, kaq është pjesa. Unë s'di më tej. A ikni kush shuar, unë nuk di më tej. Unë kam penka të fëmijë. E dashu Majlinda, fëmija nuk do jetonte sipas kunatës tënde që punonte infermiere. Pse? Aty përngjitur ke kirurgjia ka qenë ajo, po i njifte doktorin që më ndishte, njifte dhe këto. Infermiere. Ka qenë ngjitur spitale. E kuptoj. Maternitetin me kirurgjin. Por unë jam e sigurt, ndoshta nuk të kanë shpjeguar ty se ke qenë e prekur, momente shumë të vështira për një nën që pas lindjes i thonë që fëmija nuk do jetoj, por bashortit tënd ja kanë shpjeguar që nuk do jetoj se ka lindur me probleme. S'do jetoj më kjo fëmijë, ka qenë ajo që na e ka thënë të fjalë, jo doktorët. Ajo na ka qenë që na e ka thënë, çojë me lindën në shtëpi se fëmija nuk do jeton. Kaq. Por kur ti vajte në shtëpi, nuk fole me ish burrin tënd, sepse ai do ketë marrë një... Po e njëjta pyetje ishte, se edhe ai ishte në atë moment aty. E njëjta gjë. Por nuk pyetet ti më vonë kunatën çfarë ndodhi me fëmijën, a ndroi jetë se ti e lej gjallë në spital? Nuk jeton, e njëjta përgjigje. Nuk ka jetuar dhe kaq. Është kjo përgjigje. Nuk jeton, fëmija nuk është më, edhe kjo është përgjigja. Nuk kam një film që fëmija im nuk ka jetuar. Nuk ka. Asnjë lloj gjëre. Unë jam shumë e bindur që jam ka gisht në këtë pjesë. Por pse do ta bënte një gjë të tillë? Po xhelozia. Gjithmonë më ka pas xhelozi kjo unë me gjithë, qoftë në martesë, qoftë në që ngelja shtatzane shpesh. Ka pas xhelozi gjithmonë. E tash Majlinda, unë e kuptoj që ti je tronditur dhe pse ka kaluar plot 23 vite dhe mendon që xhelozia mund të ketë shkaktuar, por sa që ka një nën për fëmijën e vet. Të besoj, e besoj dhimbje që përjeton, por ndalemi pak dhe flasim me këmbë në tokë dhe të jemi më të arsyetueshëm. Këtë dua të bëj sot me ju e dashur Majlinda, sepse e kuptoj që ti je ngarkuar shumë nga ana emocionale dhe vetëm po loton dhe përçan kur kujton të shkuarën tënde. Nëse fëmia vërtet mund të ketë ndruar jetë, mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë, paktën të shkoj deri në fund. Por ajo që të vërtetoj.
Ajo që mua më bën përshtypje është që ti nuk e firmosur, por ndoshta mund ketë firmosur ish burri juaj. Nuk e di, nuk e mbaj, edhe atë nuk e mbaj mend që ka firmosur, Nuk e mbaj mend. Po unë duhet t'i shkoj në punë, ta është gjallë, as është. Sepse është diçka shpirti im, a kupton, se unë tash e rrita gotën, unë duhet të kërkoj këtë. Të shumë Që ka ngelur peng. Kur ti u ktheve në shtëpi dhe kaluan ditët, javët, ti nuk e konsumove ndonjëherë këtë bisedë me ish kunatën? E sa herë që kam konsumuar, nuk jeton më më ka kthy përgjigjen ajo. Por një nënë është kurioze të di se kush e varrosi dhe ku u varros foshnja. E varrosi spitali ma bën të mua. Spitali, si ka mundësi spitali të unë të varrosi? Është tani, në takon neve, kupton? Ti pate mundësi ti vendosje emër, apo jo? Po nuk më dhanë asnjë mundësi. Por sepse ti kur ke hyrë në spital, je regjistruar, është hapur një kartel për ty. Që... Po, jam regjistruar, po patjetër jam regjistruar, po patjetër. Por kur bën një kartel hyrje, patjetër që ka dhe një kartel dalje, është e pamundur mos ketë. Patjetër, nuk i kam bën emër, se nuk më shno mundësia, të them pare, nuk më dha mundësia, sa e pash një herë, nga afër tek inkubatori, nuk ishte to është ti, një shtatanik kaq i vogël, e ke parasysh ku janë ato fëmijë më shumë se një shtatanik, më i zhvilluar. E kuptoj, të kuptoj, ka pasur pesh, po më tregon. Por momenti që ti dole, kishe bëre kartelin e daljes? Patjetër, këto po. Po pra, dhe te kartela e daljes, çfarë firmose dhe çfarë shkruajte ti? Nuk më e mend që kam firmosur aty ke kartela e daljes. Që kam shkruar nuk më e mend, se kam qenë e tronditur. E da shumë Linda, nga viti 2002 dhe deri më sot, ndoshta ti ke emigruar, jeton në Itali tani dhe nuk e ke pasur. Po jam në Itali, kam pas jetë të vështirë, u divorcova, më vdiq babi, më vdiq motra e re, më vdiq nëna, unë me një gocë të vogël, buri më bëri mrapa shpine një tjetër gjë. Ish buri dhe kështu që s'kam pas mundësi të bëj këtë gjë sa më shpejt. Të besoj, dhe pas ke vuajtur shumë, më vjen shumë keq, sinqerisht për ty Majlind. Por ti nuk e patur mundësi të shkosh asnjëherë në spital, ta hapësh regjistrin për të parë çfarë është shkruar? Nuk kam pas mundësi se kam pas plotave. Mirë, këtë gjë mund ta bëjmë bashkë tani, në ditët në vijim për të bërë një kërkesë dhe për të kuptuar se çfarë është shkruar në spitalin e Elbasanit. Patjetër, po kam vetëm një problem që jam me dokumenta azili, se do kisha ardhur direkt në zyrën tënde. Të besoj, prandaj jemi të dyja së bashku në këtë live, se ti e ke të pamundur që të vish fizikisht në Shqipëri, por ti do bësh një kërkesë aty nga Italia, atë kërkesë që do përpiqem ta çojë në spital dhe për të mësuar më shumë rreth foshnjës tënde, të ardhur në jetë më the tetor ose nëntor viti 2002. Që fatkeqësisht nuk e mësove kurrë nëse ndroi jetë apo jo dhe nëse ndroi jetë ku varros. Jo, absolutisht, nuk e kam mësuar, nuk e di. Ajo që ti kërkon sot të zbulosh është që edhe nëse ka ndruar jetë, ku është varrosur? Po, ku është varrosur e para dhe të shkoj t'i me një emër e dyta. T'i me një emër e të ditë fëmia im ku është varrosur, farin e fëmis tim. Në qoftë se nuk është, në qoftë se është adoptuar në ndonjë vend tjetër, dua ta gjej. Nuk dua t'ja marr tjetrës, po thjesht dua ta di. Nga njëra anë dua ta di, nga ana tjetër edhe në qoftë se është, dua ta ndihmoj, dua t'i qëndroj pranë, kupton? Nuk dua t'i prish punë në jetën e atij. E da shumë Linda, pasi u ktheve në shtëpi pas një dhimbje të madhe për humbjen e foshnjës, le të themi ti dyshove që në fillim që diçka ndodhi? Kam besuar që kur ma ka thënë ajo, pikërisht ajo, jo mjekët si shtuhet me thonë, ose mjeku që të ndiqte ty. Apo pediatri që merresh me foshnjët. Ajo. Neopediatri, e kuptoj. Por çfarë ndodhi më pas me jetën tënde? Ti e vazhdove jetën dhe pas 2 viteve solle në jetë vajzën. Po, pastaj vajza më thanë prindrit e mi, më thanë Majlina ti do vish te ne që të ndjekim neve, edhe të kam vajtë fjalim Kosova, dhe më thënë basi u qetësova, a i tha unë tha ti do bësh që të them una,
Dhe bëra qa më ka thënë ai, pastaj sa kuptova që isha 2003-shin prill mars ka që kështu që isha ngella shtatzane me kocën, direkt pastaj kanë shumë Tiranë ke njerëz të mi, më kanë ndjek Alim Kosova, pastaj në Alim Kosova më caktoi një doktoresh që për momentin nuk e mbaj mend se ka pak emër të vështirë, që unë e falenderoj shpirtërisht shumë. Edhe ajo më ndiqte dhe sot kam në jetë gocën siç më premtoi Alim Kosova që do kesh gocën e bukur siç je vet, më tha atëherë. Edhe unë e falenderoj shumë Alim Kosova se më ka ndihmuar shumë. E në fakt është një ndër doktorët më të mirë që kemi. Premtimet që mi dha, i mbajti, ma premtimet që mi kërkoj me apo unë, i mbajta dhe unë e sot kam një gocë. Dhe Zoti i dhënë të jetë dhe shëndet asaj vajzës tënde, por besoj. Amin. Besoj me që gjithë që ke ti për zemër. Faleminderit, por besoj që ato 9 muaj regjim shtrati kanë qenë të vështira për ty. Ka qenë super të vështira, por super të gëzueshme. Se me zi prisje të bëhesh e nën. Jo, me zi prisje ta merja në krah, sepse nuk pata mundësi të merja në krah tjetrin. Të besoj. Nuk do të pyes më për këtë temë se nuk dua të lëndoj. Majlinda, ti ke qenë e martuar ligjërisht me burrin apo bashkëtonit? Ligjërisht. Kur kam lindur atëre, kur kam qenë me këtë shtanzaninën e tretë të çunit, po, që se arrita t'ja veja emrin, akoma s'kam qenë e martuar, bashkëtoja me ata. Nuk ishe bërë celebrim. Po me mbiemër Gjini jam regjistruar, gjithmonë. Ky është mbiemri i vajzërisë. Jo, ky është mbiemër i ish burrit tim. Vajzërisë e kam Tamizi. Shkruaj e përdeshe. Po, do t'i mbajsh një të gjitha. Kërkoj me të mbiemra. Por si u regjistrove ti me mbiemër Gjini kur ti figuroje me mbiemrin e vajzërisë? Pastaj kur lindet gocën isha detyrueshme ta bëja Gjini, më fal. Tani ke tretë. Isha detyrueshme ta bëja Gjini se duhet të verifikohesh te fëmia. E kupton? Dhe bëre celebrimet. Dhe bëra celebrim. Një muaj pas lindjes gocës kam bërë celebrimet. Dhe që bëre regjistrimin e vajzës dhe u njoha atësia, e kuptoj. Prandaj të pyeta se mu duk pak e çuditshme. Por atëherë un kam qenë me mbiemër Tamizi pije. Tamizi. Po, me djalin në spital kishe me mbiemrin e vajzërisë. Bravo, po, ke tre. Me mbiemrin e vajzërisë se ke qenë në bashkëtesë. Burri ime ka pas, ish burri ime ka pas emrin Lavdrim Gjini. E dashur Majlinda, por si ka mundësi ju bët prindër që ti ke vuajtur shumë për sjellë në jetë një fëmijë dhe ai të tradhtoj me një tjetër? Patjetër. Mirë që më tradhtoi, po planifikoj të dasme me një tjetër. Wow. Jeta ka shumë gjëra të këqija që ti nuk i pret. Ti me vajzën e vogël në shtëpi dhe ai bënte dasëm me tjetrën, është e pak. Jo, na nxori për jashtë, mund ka dhunuar shumë ai, psikologjikisht, fizikisht, më fal edhe seksualisht. Majlinda, Donte që unë përmitja. sa vite qëndruat bashkë? 8, po 2 vitet kështu kanë qenë, 2 vitet e fundit. Ju e morët me dashuri, më thatë. Po ka marrë me rëmbim. Por si ka mundësi ndryshoj gjatë jetesës me... Po ndryshoj gjatë pastaj goca kur ishte 2 vjeçë gjys, ai filloi të ndryshoj se njohi shoqëri, domethënë filloi një punë, e aty njohi shoqëri jo familjare. Edhe me këtë rish është të bëhesh. 2 vitet e fundit përpara se ju të ndaheshit, le të themi ai filloi të përdorte dhunë psikologjike dhe fizike ndaj jush. Gjitha. Por në gjendje të dehur i bënte këto apo kur ishte normal? Jo, nuk ka qenë i dehur. E ke denoncuar në polici? Po e denoncova dhe edhe e fala se mendova që ai të rritet goca dhe më thonë ti pse ule veten në nivelin e atij.
Se nuk mendoja që goca si dhe mendonte kur të rriteshte. Zemër, po për çfarë të ka dhunuar? Qoftë nga ana Thonë psikologjike. që ti të nga shtëpia, Ai ta se kërkon. kishte gjë tjetër. Ishte dashuruar me një tjetër dhe kërkonte që të ikje ti nga shtëpia. Po s'kisha ku të shkoja, se njerëzit e mi ma mbylshin derën, se babi më vdiq. Mami ka qenë smur në atë kohë që nuk është më, për fat keq. E babi më vdiq, ka qenë smur me kancer edhe ai. Vaj më nuk përbanon të shtëpi, se more vete deshe, vete more, si që kanë ti pranët, e ke parasysh? E këto janë gjëra, kjo është jeta ime. Pastaj... Dua të pyes, ish vjera, ish kunata. Ish vjeri më ka dash si gocën e vet. Ata si reagonin në një situatë të tillë, domethënë që të Ai rajnë. reagon, ish kreti putesh në mes, a kupton? Vjera më vdiq, sa bëra një vitur me atë, Vjera më vdiq, kështu që kisha 2 burra që unë t'i laja, t'i pastroja, t'i gatoja. Edhe plus të xhenit që më ndodhshin, e kupton që ti tash, që ti sa po ti tash. Majlinda, e dashur, në momentin që vajza ishte në shtëpi, ai nuk ishte i lumtur që ishte bërë baba? 2 vitet e para po, 2 vitet e gjys po, pastaj mbas 2 vitesh e gjys jo. Nuk më donte më mua, më përzente mua. Merr edhe vajzën po deshe më bën të përjashtë. Dil përjashta. Ti si janë rregullat në Shqipëri, si kanë qenë. Tas për 2008-ën, 2007-ën, 2008-ën tas. Dhe çfarë ndodhi? Si u largove ti nga ajo shtëpi? Çfarë ndodhi atë ditë? Ai më ka dhunuar mua, më ka dhunuar barbarisht. Nga ke koka të këmbët. Të mërshme. Jo, unë kam vlerë dhunësi fizike që nuk e harroj njeriu 2 vjet. Fizike, psikologjike edhe ato tjetër, që ta thash. Se ai të ka dhunuar dhe nga ana seksuale? Seksualisht? Ka abuzuar me ju? Po si qëndroje, Majlinda? Pse nuk ikje nga ajo shtëpi dhe të kërkoje ndihmë? Po do pastaj para se të kur të e ke parasysh se unë nuk dilja për jashtë shumë se më shumë isha enzime, kupton? Më shumë enzime dhe pastaj si ngjova në televizor që pas ka qendra në Elbasan, e kupton? Po, në Elbasan ka pasur që para shumë vitesh qendra për gratë e dhunuara, e vërtet. Po, se nuk përdore, duke pyetur, goca sa kishte filluar me ecë në ato kohë. Duke pyetur, se ecjen e ka pas më me avash, ka pas më shpejt gojën. E qartë. Duke pyetur, kur jam zveshur atje, si bluzja jote e zezë. Ato më thanë, denoncoj direkt tani, jo, thash unë, jo, nuk e ndjeja veten të sigurt. Kisha edhe pak frikë, jo fëmijë mos e le pa babaku, nuk e di si do më shkoj. Pastaj, prap të njëjta gjë, pastaj ne i marrë edhe fëmijën, se i ika unë, se mina e lash aty, se i ika unë. Po pra, çfarë ndodhi atë ditë? Si ike? Mund të ma tregosh? Ike dhe e le vajzën aty dhe ku shkove? Ku shkova ke spitale, sepse ne kemi qenë ke fshati Steblev. I Elbasanit, po. Tashi, unë punoja atje, punoja si burr, jo si gru. Me një fëmijë vogël, Vjeri me vete, ai në Elbasan, bënte ato jetën e vet, kishte ato punën, bënte ato planifikimet e vet, jetën e vet. Me tjetër grua, po. Edhe kush më njeh nga ato andej, domethënë që punoja patate, basules, ti fujtësia. Pastaj, ky nga që nuk më donte 2 vite resh, më thoshte mua unë do ta bëj atë gropën që as familja mos të pusi asnjëri në shtëpi. Do ta vej atë shtapën mos të marrë njëri. Kupton? Ky bëri dhe një plan tjetër për mua që unë nuk të fal as në derë të marri. Çfarë?
im, si për shembull vllai im i madh, ishte zënë me një çun për një gocë, e kupton? Po. Po ma i bëm fiu martu. Edhe këtë qa bëri, Marinën me gjeta me filan çun, ku nuk është e vërtet një gjë të tillë, se unë me të sa po isha krevat. Se ishim bashkë. Ato që bënte vetë ti ngarkonte ty. Edhe më rafti si shto herë. Edhe unë e lash gocën në hika, kam fjetur të Margu i Tiranës, atë nata. Ditën tjetër më bën ato vizitës, edhe pastaj ditën të ditë, mua më avin telefon me një telefon që kaloshin rrugë, tek dia përmendesh, i thash ti se ishte i smurësh edhe në merak, mos e bë merak se jam mirë. Unë faktikisht isha mirë që e mirë isha e zezë nga ke dur ke këmbën si çdo herë. Dhe në cova i thash, unë gocën nuk e leja ti sepse ai di qa monster është ai, e kupton. Si mund të leja gocën me një monster, njëri që rep nënën e vet, të mis. Si mund të lesh gocën ati? Ti more vajzën pas disa ditëve dhe ku jetove? Kush të ndihmoi? Ke qendre për gratë të dhunuara në Elbasan. Një vit ka blet. Dhe më pas si vazhdoi jeta jote me vajzën? Më pas me gjithë gocë, aty kemi jetuar. Në gjithë kohës që kam jetuar aty, kam punuar pasi Roma, kam punuar bariste, pastaj u ktheva menaxhere, pastaj në të njëjtën kohë goca në Kopësht, pastaj në të njëjtën kohë bëra një kurs kuzhine, dola nga 30 veta, dola unë me shumë mirë, edhe 3 të tjera. Pastaj kisha pastaj një motër nga Kavaja, që sot nuk jeton ajo fatkeqësisht, pra na jam në Itali sot këtu, se kam fëmijët e motrës që nuk jeton ajo motër. Se ndryshe do rria aty ku isha. Pra, Në Shqipëri. ty të vdiq motra dhe ti u detyrove të vjen në Itali me vajzën që të kujdesesh edhe për... Pastaj, unë, nga aty ke qendra, erdhi kjo motra që më ka vdekur sot që nuk jeton, më gjeti ka ajo qendra, pastaj kisha 2 motra në Kavaj, pas kjo gjendje, dhe më thonë, u ashtum të dyja, dhe më thonë që të treja, dhe më thonë t'ishim afër, pastaj erdhi sezoni i restoranteve në Golem, hyna në punë ku punon të motra, nga gjithmonë ndim se kuzhinjere, pastaj erdhi një nga Zvicra, hapi një qendër për fëmijë me aftësi të kufizuara, dhe aty unë përzgjodha vash intervistën për kuzhinjeren parë. Pra, le të themi, kanë qenë motrat e tua që të nxorën nga qendra dhe të përkrahan sa ti u stabilizove me vajzën e vogël në zonën e Kavajës. Më shumë ka qenë kjo që ka vdekur. Motra që ka vdekur fatkeqësisht. Edhe nga aty pastaj fillova kuzhinjere. Aty po njihesha dhe me një person. Në fakt po njihesha me një person, dhe ai më doli jo aq i mirë, të them të drejtën, sepse të them të drejtën dokumentat azili kam vetëm për atit tashi. Sepse ai do të pyes, Majlinda, gjatë kësaj kohe ti e bëre divorcin me burrin e parë? Patjetër, unë e bëra divorcin sa isha në Elbasan. Ai u martua? Për 6 muaj. Ai u martua me atë tjetrën? Ai ishte filluar që në tatimin e parë, unasa atit ka, që thohet ajo, dhe më thonë seansa e parë. Ai ishte i filluar, e kishte tjetër në shtëpi. Sa kisha i punu, kisha fut tjetër në shtëpi. Edhe sot e kësaj dite nuk ka kontakte vajza me babain? Atëre, unë goca, kur ka bërë goca 16 vjeçe, se gjithmonë insistonte më pyeste për babain e vet. Kur ka bërë goca 16 vjeçe, kam insistuar unë me telefonin e saj, i kam çuar, domethënë, njerëzit e ish burit tim akoma më duan mua. Domethënë fisi i atij. E qartë. Edhe unë kontaktova me një në Facebook nga fisi i atij, i thash të lutem ma jep numrin e filanit, dhe më thënë të ish burit tim, ai ta nuk e kam, po për ty do ta gjej deri ndarkë. Faleminderit. Vajza. Kjo është vajza.
Ke vajzë. Ciao. Po? Dhe mund të... Edhe nga aty pastaj e gjeta numrin me gocën, me numrin e gocës, me telefonin e gocës, i shkruajta sa kishin dalë këto kamerat të gjëra. I shkruajta i thash jam me Rita, se goca ime ka emrin e Rita. Edhe në atë moment ky merr direkt i them gocës po është babai im. Jo nuk dua, jo këtë, edhe kishte qepi edhe se kishte po unë desha me i pajtu. Që gocës kur si kam folur unë keq për babajnë e vetë. Ja ke treguar këtë histori si ç'ma tregove mua? Ja kam treguar kur ka bërë 18 vjeçë. Pra, ajo e di jetën tënde të vështirë që ke kaluar me babajnë e saj. Tani ajo e kuptoi para se goca ime ka prirjen për psikologji. Edhe por fatkeqësisht nuk i kemi mundësit me bërë shkollën e për të psikologut, se është shumë më vështirë jashtë shtetit, se nuk na njiten shkollat e Shqipërisë këtu akoma. Edhe goca foli me atë 6 muaj, e takoi, ai donte të takonte edhe mua, unë se takova, puna në një tavolinë tjetër, edhe goca e takoi. Edhe pastaj, pas 3 muaj, që folën mirë këto, që komunikoshin mirë me kamerë me tona, a i filloi me manipulu gocës, është tip manipulatori. Se çfarë i thoshte? I thoshte lene mamin, po kenet ke mami, hajde ke unë, ke 2 motra këte, do të maj unë, pastaj ti shko me tako mamin, ku shumë gjëra, i tha goca, prit njerë, i tha goca, unë ta lej mamin sot që më mami më ka rritur, ta lej vetëm, si që le ti, për t'i këtë tjetër? Unë të lej ty, tha goca, dhe të falenderosh mamin që sot po flas me ty. Se po tjetë për mua nuk dhe të desha me të thonë. Edhe i tha, mami, dhe me thënë, mami im, i tha goca, nga ty ka shpëtuar, po gjithashtu dhe unë kam shpëtuar, i tha goca. E dhimshme. Sepse unë isha në një prerje, në një thik, e kisha vënë në prerje për vetën time, tash goca, tash i thash, bëri 16, bëj zgjedhjen, o të ri me mu, o të ri me atë, o të ri me mu e shkoj të takoj atë, që të le bëj, goca ka të drejtë se ka babajnë e vetë. Por ajo vendosi të qëndrojë me ty dhe s'kishte si të ndodhte ndryshe, sepse ti e rrite vajzën dhe ajo sot nuk ka kontakte me babajnë. Pra refuzon të flasi me babajnë. Ajo i ka në mund të kontaktet vetë. Me babajnë e vetë, i bëri blok, ja tha ato fjalë që kishte, i bëri blok. Pastaj, si shta thash, me atë që njifja nuk shkoja mirë, kërcënonte, filloja i ato gjërat e veta. Ke parasysh meshkull kur shikon një femër vetme dhe si fillohet në Shqipëri? E thash unë vajzë dhe të tregoj edhe ty, thash unë, me mendjen time, bëra dokumenta, ma la firmën me zor ma ka dhona ish baba i gocës për gocën me kalu, edhe këto sa erdha dhe më thënë më bënë azilin nga kjo që më ka ndodhur me ish burin tip, edhe nga kjo që më ka ndodhur me kërcënimet që i kisha me fakte nga njeriu që njifja unë. Sa vite u bë që jeton në Itali? Unë kam 4 vite tash i kam më. 4 vite ke që ka ardhur në Itali dhe je në proces letrash apo e ke fituar azilin? Azilin e kam fituar unë. E ke fituar azilin dhe jeton vetëm me vajzën aty? Vetëm me vajzën time jetoj. Sa vjeç je dashur? Unë jam, tani kam për 20 vjeçe, edhe 100. Goca më bën edhe pak 22 vite. Unë punoj tani, tani po kaloj një situatë të vështirë nga anksi. Të besoj. Por të paktën aty ke mundësinë që të shkosh dhe në psikolog, ti ndjekësh të gjitha për të kaluar këto momente kaq të vështira që ke kaluar në jetën tënde dhe që po kalon dhe tani. Kështu që mos e lë pas dore veten tënde dashur Majlin në këtë drejtim, sepse absolutisht. Shëndeti mendor është më kryesori. Nga gjithçka shëndeti mendor është më kryesori. Unë jam në mjekim e kam 5 muaj, kam doktorin tim, çfarë të më thot ai bëj?
Unë e di nga që ka arë kjo, sepse shumë gjërë kam vujtur, edhe normale mblidhi vete ja kam dalë, se s'më kam dëmuar një re. Zoti të dhënë forcë dhe fuqi për t'ja dalë. Amin, Zot. Më vjen shumë keq që sot dëgjova jetën tënde kaq të trisht që të dy partnerët që zgjodhen në jetën tënde, të dy të keq trajtuan dhe askush nuk të dhuroi dashuri. Të uroj gjithë të mirat. Ne bashkë të dyja u lidhëm sot në këtë live sepse ti kërkon të zbulosh të vërtetën e djalit tënd, Foshnjë, që solli në jetën vitin 2002, të premtoj që do më japësh kohën për të bërë përpjekjet dhe për të interesuar në Spitalin e Elbasanit për të zbuluar të vërtetë, qoftë e hidhur apo e lumtur, siç e the në fillim të lidhjes tonë. Vetëm ti ta dish të vërtetë, kështu që fshi lotët, sa ke vuajtur nuk do vuash më, kjo është e sigurt. Odeta, unë të them një diçka, lotët e mi do të shihen kur unë të zbuloj të vërtetën. Unë të besoj, por atë dhimbje ti e ke kthyer në forcë dhe ja ke dalë për gjëra. Është plagë pa mbyllur për mua. Është një plagë pa mbyllur, kam kaq vite që e mbaj brenda vetes time dhe dua të ta mbyllo për mirë ose të ketë shkruar e madhi Zot. Pastaj nuk t'jem e qetë në përfundimin e kësaj historie, t'jem e qetë. Dhe edhe t'jeti gjatë, unë dua thjesht të gjoj të mirën edhe thjesht ta ndihmoj ose ta mbështes ose ta di që gjithmonë krah do të ketë mua edhe nuk do t'i prish punë kudo që t'jetë. E tash Majlinda, duke ditur që akuzove ish-kunatën tënde, ke një mesazh për ta mbyllim me një mesazh që ti drejtohesh asaj? Atëherë mesazh për t'i dhënë asaj. Po, nëse ti gjithmonë dëshiron. Po, mesazhi është për t'i dhënë asaj të tregoj të vërtetën. Të tregoj të vërtetën, se vetëm ajo e di të vërtetën. Uroj dhe shpresoj që të tregoj të vërtetën, kur të vdesi t'jetë i qetë, se është një gjë shumë e rëndë që më ka lënë në zemër këtë që kam unë. E dashur Majlinda, uroj dhe shpresoj që kjo e vërtet të zbulohet. Çfarëdo që të ketë ndodhur, edhe nëse ai Foshnjë ka vdekur, të dish varrin se ku e ka, ku është varrosur. Kështu që të di varrin dhe ti më jepni. Ne do mbetemi të dyja së bashku në kontakt, unë të përqafoj dhe të përshëndes nga Tirana. Edhe unë të përqafoj ty. Patjetër, edhe jam shumë e gëzuar që u lidha me ty, në fund mbas kaq vitesh, edhe që ti jap fund kësaj historie dhe kam besim në ty, sepse të kam ndjekur gjithmonë dhe gjithmonë nuk e bën me qarë me historirat e tua. Që kam gjuar në emisionin tënd e kam fjalën. Dhe unë jam e sigurt që sot me këtë historinë tënde shumë gra të tjera janë duke qarë. Të përqafoj dashur. Të përqafoj Maputh edhe vajzën. Të përshëndes. Mirupafshim Majlinda. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.